I nderuar të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, sot Kisha Jonë Ortodokse ka panair sepse është një kremte e madhe, është e kremtja e dy protokorifeve, dy të parët e apostëve, kryeapostulli Shën Petro dhe Shën Pavël. Kisha përgatitet për të kremte me një përgatitje të veçantë, me një periudhë kreshmore, që është një periudhë kreshmore e lëvizshme, sepse varet sipas ditës së Pashkës, por ne jemi përgatitur për kaq ditë që të arrijmë në këtë të kremte, ku jemi mbledhur së bashku në kremtim dhe kujtim të dy kryeapostujve Shën Petro dhe Shën Pavël. Dhe nesër Kisha mblidhet përsëri në kujtim të gjithë apostujve. Por le të flasim dhe të kujtojmë kush janë këta dy kryeapostull Petro dhe Pavël që Kisha i nderon në mënyrë të veçantë, si të parët e apostujve. Të dy janë të veçantë nga karakteri, nga vendodhja e tyre dhe nga thirrja e tyre, por janë të bashkuar sepse të dy i shërbyen dhe dashuruan Krishtin deri në flim. Apostulli Petro ishte peshkatar nga Betsaida dhe ishte vllai i apostullit Andreas. Ai kur u prezantua me Krishtin, Krishti i tha: "Ti do quhesh Kefa, shkëmb", dhe përkthehet në greqisht Petro. Ai e ndoqi pas Krishtin dhe duke lënë familjen e tij dhe gruan e tij, sepse ishte i martuar. Kur Zoti Krishti pyeti apostujt se kush thoni ju që unë jam, apostulli Petro foli në emër të gjithë apostujve i ndriçuar nga Ati Perëndi: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Dhe Zoti i tha: "I lumur ti, Simon, biri i Jonaj, se këtë që the nuk ta tregoj mishë gjak, po Ati im që është në qiell. Dhe ti do quhesh Petro, gur, dhe mbi këtë shkëmb unë do ndërtoj kishën time. Dhe sikur portat e ferit të hapen, kisha do qëndroj. Dhe do të jap çelësat e parajsës. Atë që do të mbyllësh, do të jetë mbyllur, atë që do të hapet, do të jetë e hapur." Si të kuptojmë këtë fjalë që Zoti Krishti tha apostullit Petros? Mu themi se fatkeqësisht këto fjalë të Zoti Krishtit thënë apostullit Petros janë keq interpretuar nga grupime të ndryshme të krishtera ose heterodokse. Pra, ndryshe i interpreton Kisha Ortodokse, ndryshe Kisha Romano-Katolike dhe Protestante. Por ne të krishterë ortodoks interpretojmë këtë fjalë duke besuar dhe duke u mbështetur te interpretimi i etërve që nga shekujt e parë, Shën Qirili i Jeruzalemit, Shën Cipriani, Shën Joan Gojarti dhe të gjithë, që këto fjalë apostull Petrus ju thanë, jo se kisha është ndërtuar thjesht mbi apostull Petron si njeri, por kisha apostolike është ndërtuar mbi pohimin që tha apostull Petro: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Ky është shkëmbi mbi të cilën ndërtuar kisha, dhe kjo e bën të pamposhtur kishën, sepse shkëmbi është Perëndia, dhe Jezu Krishti është biri i Perëndisë, Perëndi prej Perëndie, por dhe biri njeriu, duke qenë ai guri i qoshës, i latuar prej Perëndisë, që u vendos në themelin e kishës. Dhe pastaj vinë dhe apostujt si gur, si apostull Petro, Pavli dhe gjithë apostujt e tjerë, duke vendosur themelin apostolik të kishës. Pra, kështu interpreton Kisha Ortodokse, jo se kisha është ndërtuar mbi Petron, por mbi pohimin e Petros. Dhe si thash, gur qoshe është Krishti dhe pastaj janë dhe apostujt e tjerë. Dhe apostull Petro e deshte Krishtin më shumë nga të gjithë apostujt, madje ishte dhe më i madhi në moshë dhe mori nga Krishti detyrën si i pari apostujve. Jo për të sunduar apostujt, por për të shërbyer, për të qenë ai zëdhënësi i apostujve. Siç e shikojmë edhe në ditën e Pentekostis, kur ai ishte i pari që foli në emër të apostujve. Por apostull Petro kishte edhe dobësitë e tija. Ai ishte njeri dhe si njeri kishte një dobësi. Besonte tek vetja e vet. Prandaj ai edhe u rrëzua. Kur Zoti Krisht i thot që do t'i bien bariu dhe dele do shpërndahen dhe ju do shkoni
në punën tuaj dhe të më lini vetëm dhe gjithë më mohoni. Apostulli Petro me kurajo dhe me besim të tepruar të vetja i tha Krishtit: "Të gjithë do të mohojnë, por unë nuk do të mohoj." Por Krishti i profetizoi se para se të këndoj gjeli do të më mohosh 3 herë. Dhe ashtu ndodhi, ne dim që apostulli Petro, edhe pse deshte Krishtin dhe i shkojnë bas, edhe kur atë e arrestuan dhe po e gjykonin, përsëri Petro u tregua i dobët. Natyra njerëzore u friksua dhe ai e mohoi 3 herë Krishtin. Por apostulli Petro, edhe pse e mohoi Krishtin, nuk u dëshpërua si Juda, që vari veten. Apostulli Petro qau si një fëmijë përpara Zotit dhe kërkoi falje. E kuptoi gabimin e tij. E kuptoi sa i ra nga egoizmi dhe priste me durim ngjalljen e Krishtit. Dhe vërtet, kur Krishti u ngjall, kur angjëjt Mikael dhe Gabriel i thanë grave mirapruse të lajmëronin apostujt dhe apostull Petron që Krishti u ngjall. Madje vetë Krishti i shfaqet Petros. Dhe në një shfaqje tjetër në detin e Tiberiadës, siç e lexojmë, Zoti Krisht i thot Petros: "Petro, a më do ti më shumë se këta?" Dhe Petro nuk e nxori veten si herë të tjera, por tha: "Ti o Zot, ti e di se unë të dua." 3 herë e pyeti Krishti, 3 herë apostulli Petro i tha: "Ti o Zot, e di se unë të dua." Dhe Krishti i dha përsëri detyrën e apostullit, madje të kryeapostullit, duke thënë: "Kujdesu për qingjat e mi, ruaj delet e mia, kulloti delet e mia." Dhe kështu e bëri apostull si shtam. Dhe më në fund apostulli Petro mbasi shkovi në shumë vende të botës dhe themeloi kishën apostolike, përfundoi në Rom, dhe atje në Rom në kohën e Neronit ai u arrestua dhe u kryqëzua me kokë poshtë, sepse thoshte: "Mësuesi im u kryqëzua me kokë lart që të na shikonte në poshtë dhe na shpëtonte, kurse unë duhet ta shikoj me kokë poshtë nga lart ku është ai, që të vete tek ai." Dhe në kodrën e Vatikanit, atje ku u kryqëzua apostulli Petros, sot është dhe kisha apostulli Petros, që në kohën e shën Konstantinit të Madh u ndërtua kjo kishë e madhe dhe në nder të kujtim të apostullit Petros. Por sot kujtojmë dhe apostull Pavli. Ndryshe nga apostull Petro, ai ishte i ditur, ishte i shkolluar nga fisi Benjaminit, kishte shkollë pranë mësuesit të madh së kohë Gamalielit dhe ishte një zelot. Dhe e shikonte krishterimin si një herezi dhe përndiqte kishën. Madje me një zel shumë të madh ai shkoi të përndiqte të krishterët që ishin në Damask. Atje rrugës i shfaqet Krishti me një dritë të fortë, më e fortë se dielli, sa ju verbuan dhe sytë. Dhe Saul, se ashtu kishte emrin në fillim, tha: "Kush je ti o Zot?" Isu i tha: "Unë jam Krishti që ti e përndjek. Nuk është mirë për ty që ti biesh me këmbët e tua të zbathura gjembave, gozhdave." Atëre ai e kuptoi se duke përndjekur krishterët dhe kishën, po përndiqte vetë Krishtin, Zotin. U pendua dhe u pagëzua nga dishepulli Anania. Atëre i erdhën sytë dhe që nga ai moment u bë një dishepull i zjarrt i rrugës së krishterë. Por jo vetëm foli në Damask, por ai mori një vepër apostolimi në fillim bashkë me Varnabën dhe pastaj vetë duke bërë 4 udhëtime apostolike në të gjithë botën, nga Jeruzalemi deri në Ilirik, siç thotë, deri në Rom. Duke predikuar për Krishtin, duke thënë se ne nuk jemi shpëtuar nga ligji, por nga besimi. Dhe duke thënë që unë nuk rroj më, po Krishti rron në mua. Ai pati një porositë shumë të madhe, një zell shumë të madh, sepse kishte përndjekur kishën. Prandaj punoi më shumë se gjithë apostujt bashkë. Dhe për këtë mori nderin duke qenë ai një krye apostull, bashkë me apostull Petron. Edhe apostull Pavli u martirizua në Rom, prandaj të dy këta shenjtorë nderohen në një ditë dhe që në shekullin e 4 u vendos kjo e kremte, që është e kremtja e transferimit të lipsaneve tyre, si e kremte e 2 krye apostujve, Shën Petro e Shën Pavel. Njëri quhet i pari nga thirrja, tjetri i dyti nga zelli. Prandaj të dashur të krishterë, ne duhet jemi mirënjohës këtyre apostujve, dhe sidomos dhe apostull Pavlit, i cili ka ardhur në Shqipëri prej rrugës e Gnatje, ai ka kaluar në Ilirik, ka ndërtuar kishën e parë
apostolike në Durrës dhe pastaj ka kaluar në Rom. Sepse krishterimi në vendin tonë është krishterim apostolik. Prandaj dhe i ka rezistuar të gjithë sfidave dhe do rezistoj deri në fund. Por është përgjegjësia jonë që të vazhdojmë veprën misionare apostolike të apostujve dhe të apostullit Pavlit në këtë vend, dhe kjo është detyra e kishës. Si dhe Zoti i tha apostujve, shkoni në gjithë botën dhe predikoni lajmin e mirë. Kush do besojë dhe do pagëzohet në emërtat e Birit Shpirtit Shenjtë do të shpëtojë. Pra, detyra e kishës është të bëjë apostullim në çdo kohë. Dhe ky apostullim nuk është vetëm detyrë e klerikëve, teologëve, laikëve, është detyrë çdo të krishterit të pagëzuar në Kishën Ortodokse. Çdo i krishteri pagëzuar në Kishën Ortodokse ka këtë urdhër nga Zoti. Shkoni dhe nxënësojeni gjithë kombet, mësoni çfarë ju kam porositur. Le të shkojmë të mësojmë njëri tjetrin me vepra dhe me fjalë. Dhe në qoftë se jemi të paavë për t'i katekizuar, t'i çojmë në kishë. Dhe kështu të vazhdojmë apostullimin deri në fund, që çdo brez të ndriçojë brezin tjetër deri në ardhin e dytë të Krishtit. Ndryshe, në qoftë se neve do ta mbajmë besimin vetëm për veten tonë, atëherë do ta humbim besimin, sepse Zoti na kërkoi llogari. Jo vetëm besuam dhe jetuam sipas besimit, por se si e transmetuam dhe të tjerët. Dhe të bësh apostullim sot nuk është të marrësh rrugët e të shkosh si apostujt, por atje ku je, te familja jote, shoqëria, te puna, duke përdorur mjetet e ndryshme sot, siç janë mjetet e komunikacionit dhe mjetet e komunikimit, që neve ta përhapim fjalën e Zotit. Prandaj, të gjithë kemi këtë mundësi, të gjithë jemi të pagëzuar në Kishën Ortodokse, të gjithë jemi të katekizuar, por jo të gjithë e kanë këtë zell. Çështja është se secili do shpërblehet, jo vetëm për shpëtimin e tij, por dhe për shpëtimin e tjetrit, sepse rruga në mbretërinë e Zotit ka lënë nga rruga ose porta e tjetrit. Prandaj kështu të dashur të krishterë, le të frymëzohemi nga apostulli Petro dhe Pavel dhe gjithë apostujt që dhe ne të bëjmë apostullim tek vetja dhe tjerët, që fjala e Zotit përhapet në gjithë dheun. Amin.